Mirë se veni në këtë epizod të parë të podcastit tonë. Podcast që zhvillohet në kuadër të aktiviteteve të projektit Colors of Humanity, projekt i cili synon promovimin e barazisë gjinore dhe antidiskriminimit përmes edukimit jo formal. Projekti implementohet në bashkëpunim me 3 organizata jo qeveritare nga Austria, Bullgaria dhe Shqipëria. Projekti angazhon një gamë të gjerësh aktorësh të cilët kanë një ndikim në shoqërinë tonë, duke filluar nga të rinj, trajnerë, mësues, prindër dhe politikbërës. Sot kemi kënaqësinë që së bashku me ne të kemi të ftuar Ardit Sertollin, i cili vazhdon studimet për doktorat në Hungari dhe po ashtu është asistent në Universitetin e Prishtinës, i cili ka qenë pjesëmarrës si youth worker në trajnimin tonë mbi diskriminimin në Banjsko të Bullgarisë në vitin 2023. Mirë se vjen Ardit. Faleminderit shumë për ftesën dhe mundësinë, është kënaqësi ime. Ardit, fillimisht dua t'ju pyes se e vlerësoni gjendjen aktuale të barazisë gjinore dhe antidiskriminimit në Kosovë. Okej, faleminderit edhe një herë edhe për pyetjen edhe për mundësinë. Se përket pyetjes parashtruar, nëse më lejon, dua ta shqyrtoj pak në aspektin e prizmit kohor, se jo vetëm kuadër projektit, po edhe në rutinën tonë të përditshme bashkë me familjarë ose me rrethin shoqëror, po besoj që jo vetëm unë, po edhe ju tjerë kur ta diskutojmë këtë çështje, Kosova është futur në valën e një tranzicioni, edhe jo vetëm dekadën e fundit, por nëse mundemi me thonë 3 dekadat e fundit, Kosova bukur shumë ka evoluar në këtë çështje. Por në aspektin e diskriminimit, fatmirësisht ka progres jashtëzakonshëm, të ja fillu prej, nëse marrim e krahasojmë Kosovën e pas luftës ose Kosovën e viteve të fundit me Kosovën e para luftës, mendoj që ka një ndryshim enorm. Fillimisht në Kosovën e para luftës, me të dëgjuarat, lexuarat e mia, sidomos shtresa e femrave, fëmijëve kanë qenë më të diskriminuar, ndërsa tani, pothuajse edhe në zonat rurale, kjo vetëm sa është përmirësuar, domethënë nuk ka diskriminime të jetë më të siç ka pasur, edhe Kosova është futur në udhën apo në rrugën e zhvillimit edhe të prosperitetit, ty shikoj domethënë edhe shtetet evropiane ose familjen evropiane të madhe. Sipas jush, cila është kategoria e cila është më e cënueshme nga diskriminimi në Kosovë? Në rregull, faleminderit për pyetjen, sa i përket pyetjes suaj, tani nëse marrëm edhe analizojmë, natyrisht që ka diferenca jo vetëm ndaj grupeve shoqërore, po edhe në aspektin rajonal. Për shembull, në qytete, tash pothuajse diskriminimi është shumë më i ulët në raport me zonat rurale, por ato që duhet ta theksojmë është që unë mendoj se natyrisht që edhe zonat rurale, fshatrat kanë një zhvillim enorm kuadër të kësaj sfere dhe tani është jashtëzakonisht shumë e hapur edhe e mirë se ardhur edhe punësimi i gjinisë femrore edhe në për zonat rurale, po ashtu niveli vetpunësimit, niveli angazhimit e deri te vendimarrja edhe për femrat apo për zonjat, po edhe për aktivizimi i trenjve në vendimarrje dhe në projekte ndryshme zakonisht tash këto vitet e fundit, pothuajse secili nga ne, nga familjet tona, ka dikë, qoftë të moshës më të vogël minore, po edhe të moshës madhore, që është i angazhuar në procesin e vendimarrjes. Dhe vetëdijsimi është rritur jashtëzakonisht shumë. Por fatkeqësisht për grupet jo shumicë, sidomos për shembull për grupet etnike jo shumicë, ende në disa zona, nëse më thonë, jo qytete të mëdha, është një diskriminim, por unë jam dëshmitar i asaj që ka progres të jashtëzakonshëm. Edhe kjo më bën shumë të lumtur. Por natyrisht, si promotor i kësaj uljes, këtij niveli diskriminimit, natyrisht janë edhe krejt faktorë të jashtëm, padyshim. Shembull konkret, edhe udhëtimi pa viza ndikon shumë promovimin e kulturave, e etniteteve të ndryshme, edhe kjo është natyrisht më së miri se ardhur. A duke e pasur parasysh që jeni shumë i ri në moshë edhe po besoj që jeni një role model për gjithë të rinjt në Kosovë, duke pasur parasysh edhe studimet e doktoratës, po edhe karrierën e bujshme, kisha dashur me ju pyet se prej perspektivës tënde, cila mendon që është roli kryesor i të rinjve në këtë procesin të cilën jemi? Okej, faleminderit shumë. Sa i përket rolit të rinjve, natyrisht që të rinjët janë zemra dhe promotori i krejt shoqërisë dhe i zhvillimit tonë. Për me dëshmu me një shembull shumë thjesht, shumë praktik, edhe për dikë që nuk është i fushës, nëse më lejon me marr një shembull shumë thjesht, nëse dëshirojmë me pastru, qoftë lagjen tonë, vendbanimin tonë, një person është vështirë ta mirëmbajtë ta pastroj. Por në rast se i marrëm disa të reja, edhe futen aktivitetin tonë të pastrimit, natyrisht që ata do ndikojnë edhe në vendbanim në lagje,
po do të përcjellin një kulturë të tillë të ngjashme edhe tek familjet e tyre. Pastaj, kohë me kohë edhe mentaliteti i gjithë shoqërisë do të ndryshojë. Si rezultati i kësaj, me një shembull shumë thjesht, ne kuptojmë që aktivizimi i trenjeve në projekte të tilla është i jashtëzakonshëm, edhe për të qenë një mesazh te secila familje që, domethënë, ne jemi të gjithë pothuajse vëllezër dhe motra, pavarësisht ngjyrës, pavarësisht bindjeve, pavarësisht grupeve të vogla e kështu me radhë, domethënë, të gjithë jemi në një familje, në një ombrellë, nëse mund të them. A mendon që të rinjët janë të angazhuar mjaftueshëm, edhe duke e pasur parasysh si që çeke edhe më herët liberalizimin e vizave, edhe shumë gjëra që kanë ndodhur momentalisht në Kosovë, çysh mendoni që mundet me qenë kontributi dhe rruga e duhur e të rinjëve për të ardhmen? Po natyrisht, aktivizimi i trenjve qoftë në projekte, në procese të tilla në aspektin social, është gjithherë i mirëseardhur, por asnjëherë nuk është i mjaftueshëm. Fatmirësisht të gjithë ne jemi dëshmitar të një involvimi më të madh kohët e fundit, por natyrisht ende ka rrugë për të bërë, ende ka hapa rrugtim, kilometra që duhet përshkojmë. Por, prapse po e them, Kosova, unë personalisht mendoj që Kosova ka bërë një progres të jashtëzakonshëm. Jo vetëm në raport me veten e vet, po edhe me vendet e rajonit mendoj se qëndrojmë shumë mirë. Prapse secili komunitet, secila familje, qytet, fshat, ka ato diskrepancat të mendime, por e rëndësishme është që edhe në aspektin ligjor, edhe në aspektin, domethënë, e barazive që duhet t'i ushtroj shteti ose t'i siguroj shteti, prapë edhe në këtë aspekt ka prosperitet, por përmendoj që ende ka një rrugë për të bërë edhe ende ka të mira që na presin në këtë rrugë. E ceka pak më parë që ke qenë pjesë si youth worker në trajnimin tonë në mbi diskriminime në Banjskë të Bullgarisë në mars të vitit 2023. Kisha dashur u pyet që çysh ka ndikuar ky trajnim, edhe ku keni pas mundësinë me implementu ato aktivitete ose disa aktivitete, qoftë ato workshope kreative apo edhe llojet e tjera të workshopeve që ne i kemi aplikuar, sa e keni pas mundësinë që me i vendos në punë edhe me i përdor ato mbas atij trajnimi. Faleminderit edhe një herë për mundësinë që dhon të isha pjesë e projektit tuaj, i cili është mbajtur në Banjskë të Bullgarisë. Projekt që më ka ndihmuar shumë edhe më ka pasuruar me eksperiencën jo vetëm me u taku me persona që vinë nga vende të ndryshme, sidomos nga vendet e zhvilluara evropiane siç është Austria, por të them drejtën, edhe ky projekt, edhe studimet e mia jashtë vendit gjithherë janë një pasurim edhe më i madh, ndërsa çka saktësisht kjo ka ndikuar në jetën time personale, mund të them që secili mësim që kam bërë aty, qoftë përmes rrugëve jo formale apo aktiviteteve ndryshme, mendoj që atë njohuri, atë kulturë jam munduar ta prezantoj te secili shok, shoqja imja, secili familjar im në mënyrë që krejt këta, edhe nëse s'kan pasur mundësinë të jenë pjesë e projektit, por jam munduar t'i përçoj mesazhet, domethënë kulturën, krejt ato mësime që kemi nxjerr nga ato procese, nga ato workshope. Dhe mendoj që procese tilla, workshope tilla, projekte tilla janë më së domosdoshme gjithherë. Edhe natyrisht kjo ndikon shumë edhe jo vetëm pasurimin se eksperiencë, por ndikon edhe mënyrën që ne mendojmë, mënyrën që ne transmetojmë atë çka me të vërtetë duhet transmetuar dhe mënyrën më të mirë transmetimit. Po besoj që ka qenë një eksperiencë tepër e mirë dhe unë personalisht ende mbaj kontakte edhe me persona që jemi takuar nga vendet e ndryshme. Ka qenë eksperiencë për të mbajtur mend. Po mendojmë që kjo është një mundësi që të rrit edhe me hap diapazonin pak, po edhe me qenë më të involvuar edhe në shoqërinë evropiane. Kjo është ajo edhe që ne synojmë në kuadër të projekteve të Erasmusit. Ardit, unë të falenderoj, minutat ishin shumë të paktë. Nëse kishin vazhdu me zgjatë këtë bisedë, po besoj që na kishin marrë orë tonë aty e pas parasysh edhe eksperiencën tonë edhe interesin për fushën, të falenderoj edhe një herë. Ishte kënaqësi të kemi pjesë e këtij podcastit. Kënaqësia ishte edhe imja, faleminderit shumë për mundësinë. Gjithherë kënaqësi për mua të jem pjesë e këtyre projekteve që janë të mirë të gjithë shoqërisë sonë kosovare. Faleminderit shumë. Të spekta. Ne do të vazhdojmë me episodin e dytë të podcastit, ku do të kemi të ftuar Jana Minoçkina, e cila është koordinatore për programin Youth Peace and Security nga Kombët e Bashkuara.